Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës kush i përshpëriti shejtanit kur nuk ju bind Allahu xhaleshanhu, në momentin që Allahu i madhëruar i tha të gjithë ëngjëjve në atë kohë që të bënin sejdë Ademit alayhis salam, por shejtani nuk ju bind Allahut. Pra kush i përshpëriti shejtanit? Tema e ditës së sotme, të nderuar dëgjues dhe shikues, do të bazohet më së shumti me argumente të ardhura nga Kurani famulart për të shpjelluar më së shumti temën për sot. Kur Iblisi refuzoi të përulej para Ademit, nuk gjendej asnjë shejtan rreth rrotull, sepse të gjithë ishin ëngjëj. Atëherë, kush i përshpëriti atij? Kur shejtani nuk ju bind Allahut të madhëruar, kush ishte shejtani i tij në atë momente? Padyshim që fjala nefsun, pra vetja, është një fjalë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe është përmendur në shumë ajete të Kuranit. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, pikërisht në ajetin 16 të surës Qaf, se Bismillahirrahmanirrahim. Ne e kemi krijuar njeriun dhe e dim çfarë i përshpëriti vetja e tij, dhe ne jemi më afër tij se damari i qafës. Pra çdo njeri të ketë kujdes me veprën, fjalët, qoftë edhe me lëvizje më të vogël në trupin e tij, sepse çdo gjë llogaritet, çdo gjë është e shënuar dhe çdo gjë Allahu është i ditur për ta. Ne besojmë në Allahun e lartësuar, e përmendim, falemi në xhami, në shtëpitë tona, lexojmë Kuranin, japim lëmosh, pra sadakan, zekatin e të tjera, dhe bëjmë shumë vepra të mira për t'ju afruar Allahut xhaleshanhu dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Por megjithatë, vazhdojmë të bijem në mëkate dhe gjunahe. E pse ndodh kjo? Arsyeja është se kemi lënë pas dore armikun e vërtet dhe jemi përqendruar vetëm tek një armik i dobët. Pra kemi harruar që brenda nesh ekziston një ego, ekziston një nefs, një vete që e djeg ose e humb vlerën e besimit dhe thjesht kur bëjmë gjunahe e lidhim me pjesën që më përshpëriti shejtani dhe rash në këtë gjunah. Allahu thot në Kuranin e shenjtë në ajetin 76 të surës Nisa se Bismillahirrahmanirrahim, me të vërtet dredhia e djallit është e dobët. Pra Allahu na tregon që para nefsit, egos dhe vetes së njeriut, vetë shejtani mbetet i dobët para kësaj egoja. Armiku i vërtet është nefsi, është vetja e njeriut, sepse nefsi është si një bombë e kurdisur, si një minë brenda qenies njerëzore. Allahu i madhëruar thot në ajetin 14 të surës Isra se Bismillahirrahmanirrahim. Lexo librin tënd. Ti sot mjafton të japësh llogari kundër vetes tënde. Po ashtu, në ajetin 17 të surës Ghafir, Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim. Sot çdo njeri do të shpërblehet për atë që ka bërë. Nuk ka padrejti sot. Vërtet, Allahu është i shpejtë në llogarinë e tij. Pra Allahu i madhëruar na tërheq vëmendjen, na tregon fare qartazi se një ditë njeriu do të lërë këtë botë dhe do të kthehet në botën reale, në botën e përjetshme, ku do të jap llogari për çdo gjë që ka bërë në këtë botë. Dhe njeriu, në momentin që i ka bërë padrejtësi vetes së tij dhe ka qenë kundër vetes së tij, pra kundër krijimit të Allahut xhaleshanhu në këtë botë, do të jetë në humbje në botën tjetër dhe do të dalë, Allahu na thotë, do të dalë kundër vetes së tij në botën tjetër, sepse në atë ditë vetëm e drejta do triumfojë. Pashtu, Allahu i madhëruar thot në ajetin 38 të surës Muddathir se Bismillahirrahmanirrahim, çdo njeri është peng i veprave të tij. Në ajetin 40 të surës Naziat, Allahu i plot fuqishëm na thot duke na treguar se çfarë i sjell
çfarë dëmesh i sjell njeriu, pra ndjekja e egos, por në të njëjtën kohë Allahu i madhëruar na tregon dhe çfarë ndodh me njeriu i cili e ndalon veten e tij nga kjo ego dhe vazhdon në rrugën e drejtë dhe vazhdon t'i bindet urdhrave të Allahut. Sa për atë, thot Allahu i madhëruar, që friksohet nga qëndrimi para Zotit të tij dhe ndalon vetveten nga pasimi i epsheve, me të vërtet do të ketë fitim të madh. Pra, ai njeri i cili friksohet se një ditë do të dalë para Allahut xhaleshanhu dhe nuk don të dalë me një fytyrë të nxirr, nuk don të dalë pra i turpëruar para Zotit të gjithësisë, e ndalon veten e tij nga pasimi i epsheve në këtë botë dhe ndjek vetëm rrugën e drejtë dhe me të vërtet ky njeri është ai fitimtari. Në ajetin 14 të surës Takwir, Allahu i plotfuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim. Njeriu do ta di çfarë ka sjell me vete nga veprat e tij. Pra në atë ditë çdo gjë do të jetë e hapur. Në atë ditë libri i njeriu do të jetë i hapur për të që deri në pikën më të vogël të veprimit që ka bërë në këtë botë, do të jetë shënuar në librin e tij. Prandaj Allahu na paralajmëron që në këtë botë që të kemi kujdes nga veprat tona, nga fjalët tona dhe të mos bien pre e epsheve dhe e nefsit ton. Siç e shohim, të gjitha këto ajete kuranore që i përmenda për ju, flasin të gjitha për nefsin. Por në vetvete çfarë është nefsi? Dietarët thonë se të gjithë idhujt që adhuroheshin dikur, si për shembull Lat, Uzza, Menat, Suva, Vudi, Yakut dhe Nesri, të gjitha këto janë emrat e idhujve që adhuronin njerëzit më parë, janë shkatëruar të gjitha përveç një idhulli të rrem që ende vazhdon dhe adhurohet në ditët e sotme fatkeqësisht. Dhe ky idhull është nefsi, egoja dhe epshi i njeriut. Në ajetin 23 të surës Gjathije, Allahu i plotfuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim. A e ke parë atë që e merr epshin e tij si Zotin e tij? Allahu na ruajt nga kjo gjë. Kjo do të thotë se kur nefsi sundon mbi njeriu, ai nuk dëgjon më ligjet e Zotit dhe nuk ka më frikë për Allahut të madhëruar. Dhe bën çfarë të dojë, dëfren, bën gabime, hyn në gjunahe, në mëkate të mëdha dhe nuk i bëhet vonë për asgjë sepse ka ndjekur tashmë epshin dhe ka harruar realitetin, adhurimin e Zotit një dhe të vetëm dhe ka humbur tashmë vetveten dhe ka rënë në errësirën e ignorancës dhe të humbjes. Kur e pyet një person që ka bërë mëkat dhe është penduar, pse e bëre mëkatin, ai do të thotë se shejtani më mashtroi. Ky lloj mendimi të çon në besimin se çdo mëkat vjen nga shejtani i mallkuar. Por shkaku i mëkateve është ose shejtani ose vetë shejtani brendshëm i njeriu që është nefsi që e nxit për keq. Pra shejtani është rrezikshëm, por nefsi është akoma dhe më i rrezikshëm. Siç e pam dhe më parë, ku Allahu e përmend në Kur'anin famëlar që djalli mbetet pra i dobët përballë nefsit të njeriu. Hyrja e shejtanit te njeriu është përmes harresës, e cila e bën njeriu që të harrojë shpërblimin dhe ndëshkimin e Allahut dhe e shtyen atë të bie në mëkat. Në ajetin 53 të surës Yusuf, Allahu i plotfuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim. Unë nuk e shfaqsoj vetveten. Me të vërtet, nefsi është që urdhëron për të keqen. Do doja ta mbylla temën e ditës së sotme të nderuar dëgjues dhe shikues me një lutje shumë të bukur ku të gjithë ne kemi nevojë, sepse njeriu është mëkatar në fund të ditës, por më i miri prej nesh është ai i cili pendohet dhe gren duart e tij krah Allahut xhaleshanhu dhe i lutet Allahut që t'ia fal mëkatin dhe të mos bie më në këtë rrugë të keqe për të vazhdojë në rrugën e drejtë sa të ketë jetë në këtë botë. Pra, lutja është: O Allah, unë i kam bërë vetes shumë padrejtësi dhe askush përveç teje nuk i fal mëkatet. Prandaj, më fal me mëshirën tënde dhe më mëshiro në këtë botë dhe në botën tjetër. Vërtet, ti je falës dhe mëshirëplot. Ka një harmoni të nderuar dëgjues dhe shikues në trupin e njeriut, një hormon që prodhon qeliza mbi zemrën tonë. Kur largohemi nga përmendja e Allahut xhaleshanhu, këto qeliza formojnë një shtresë të quajtur rane
e cila shkakton depresion të rënd, trishtim dhe ankth të njeriu. Për këta, Allahu i madhëruar thot në ajetin 14 të surës Mutaffifin se jo, por zemrat e tyre janë mbuluar nga ajo që kanë fituar. Pra, nëse njeriu mbjell të mirë, do të korri të mirën, dhe nëse njeriu mbjell në jetën e tij të keqen, vetë se të keqe do të ketë, dhe kjo e keqe do i shkaktoj atit të keqe tek vetja e tij, te pamja e tij dhe të keqe si në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra, përgjigja të nderuar dëgjues e pyetjes ose e temës për ditën e sotme se kush i përshpëriti shejtanit në momentin që nuk ju bind Allahut të madhëruar, ishte pra egoja dhe nefsi i tij. Allahu na ruajt nga rënja në këtë nivel, Allahu na bëft për atyre të cilët vazhdojmë të bindemi deri në sa të kemi frymën e fundit në këtë jetë, të jemi të bindur në rrugën e drejtë, të zbatojmë urdhrat e Allahut xheleshanhu dhe sepse duke zbatuar urdhrat e Zotit të Gjithësisë, jemi të lumtur si në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.